Ka që më rënë mend është që përmendëm pak ma herët që thatë që nonat zakonisht të mësojnë vajzat kur shkojnë tek familja burrit e tjerë. Po ka për shembull nona që janë bu vjera, që e dojnë nusën në shpe, edhe dojnë nusa me i trajtu mirë ato, po vajzave të tyre nuk ju thët njëjtën gjë. Egoizëm. Është egoizëm, po. Kështu që a ka drejt sipas juve, për shembull, a e shihni ju si egoizëm nëse një nuse nuk e ndjen veten të përshtatshme, rehat, me vjerin, me kërku me undo. Dëgjoj, Agnesa, gjithë shka nis biseda familjare, gjithë shka nis në varë që na si na arrit në familje, si na trajtu në familje që në vëgjeli, dhe më thanë, nësi na arrit me një familje të ftoft, pa dashuri, pa përkraj, pa mbështetje, shumë vështirë ke mu bati një nuse e mirë në familje të huj. Dhe më thanë, edhe kolegja din shumë ma mirë sonë, që kjo ka ma shumë përvoj sonë. Kretë në varet, kretë për familjes, ku i na arrit, ku i na eduku. A me ndoni që sot modernizimi Femiria ku rrit aj person, ajo nuse, aj djall, kretë thelbi kryesorët të në femiri. Na i dim kretë, me trauma me kretë vinë për i femiris. 70% vinë për i femiris. Kërë që edhe që ato që i bonë, që ato lujësilish... Na generata pak jena ma... Po shkojna pak ma thomi ka... Po vedisojnë. Ma e vjetër, po jena pak ma mesatare në mosh. Na e kena atë mentalitetin ma ndryshe, por generata e re, po me ndonë se po shkollohet,